Dje pas dite rreth orës 17:30 në rrugën regionale Tetov-Zhinc është arrestuar 49 vjeçari me iniciale II nga fshati Poroj, i dënuar me 10 vite e 6 muaj burg për veprën penale, lëshim të paautorizuar në treg të lëndëve narkotike, psikotrope dhe prekursorëve. Pas arrestimit të realizuar me urdhër adekuat të gjykatës, II, pas të cilit ishte lëshuar edhe urdhërarrest, është dorëzuar tek autoritetet e burgut të Idrizovës për vuajtje të dënimit. Në rrugën regionale Tetov-Bërveniz dje rreth orës 18:40 ka ndodhur një aksident trafiku ku kanë marrë pjesë 2 vetura. Një vetur Lada Niva me targa të Tetovës e drejtuar nga 61 vjeçari me iniciale SS pa leje për qarkullim nga pallqishti i poshtëm, dhe një vetur tjetër e tipit Tiguan me targa të Tetovës e drejtuar nga 74 vjeçari me iniciale MO nga Qellopeku. Në këtë aksident, bashkudhëtarja në Lada Niva me inicialet ZT 44 vjeçare është lënduar dhe pas marrjes së ndihmës së parë në Spitalin Klinik të Tetovës, është lëshuar për mjekim shtëpiak. Është bërë hetim dhe dëmi llogaritet rreth 100.000 denar.